Pas titullit kampion si ekip, Vllaznia Shkodrës fiton edhe trofeun e Kupës së Shqipërisë 2025. Lazarin Vila, trajneri i Vllaznisë, urime. Faleminderit. Po, është e vërtet. Masi dolëm për herë të 7 kampion, arritme që të marrim edhe Kupën e Republikës Shqipënisë, dolëm në vend parë. Pavarësisht se pjesëmarrja e ekipeve tjera nuk ishte e madhe, kjo jo për fajin tonë, por varet se cili ka planet edhe angazhimet e veta. Megjithatë kjo kupë do të realizohet e arritme që ta fitojmë si ekip. Një vit i suksesshëm besoj për sportin shqiptar. Të them drejtën, është përsëritja e disa viteve edhe më përpara, ky sukses vazhdon për me Ken. Shpresojmë që të vazhdojmë edhe vitet në vazhdim, po me këtë ritëm. Deri ku do të vazhdoj ky sukses i Vllaznisë, sepse ka kërcënime nga skuadrat e tjera, sidomos flamurtari, Tirana, Teuta, por Vllaznia nuk hap rrugë. Sa të kena stërvitjen e rregull, sa të kena sportista në palestër dhe më kryesore, sa të jetë Gjoni prezent në palestrën e ekipit Vllaznisë, ky sukses nuk besoj se do të nalet. Kështu që shpresojmë që të ecim me këtë ritëm. Në aspektin individual, kush ishin disa më të spikatorit e kësaj kupe dhe përgjithsisht e vitit? Kristian Bala, i cili bani me Ibrahim Mezanin, bani një ndeshje shumë bukur, shumë fort, pavarësisht se Kristian Bala ka pas një shkputje për efekt një operacionit që ka bë dhe nuk ishte në formën e tij më të mirë, por ndeshja ishte shumë e bukur, shumë e mirë. Po ashtu edhe Hysen Karmeshna, bashkë me Kristian Koçin, zhvilluan një ndeshje shumë bukur, shumë me rivalitet. E njëjta situatë është edhe për Karmeshnën, ka pas një ndërhyjje operacion dhe nuk ishte në formën e tij, por zhvilluan një ndeshje shumë bukur. Këto dyja ishin më të bukura të aktivitetit, për mendimin tim. Sukses. Faleminderit.